Për zhvillimet më të fundit në Partinë Socialiste, të cilat në fakt në ditët dhe në javët e fundit kanë qenë të shpeshta, ka pasur mbledhje të grupit parlamentar, së bashku me antarët e qeverisë, sot ka pasur një tjetër mbledhje, atë me drejtuesit politik, ende Partia Socialiste nuk ka bërë një mbledhje të kryesisë së PS-s, që prej javësh dhe muajsh nuk zhvillohet në Selin Ros. Ne jam bashkuar në studio Gentian Gaba, analist vëzhguesi politikës dhe kolegu imi politikës Ervin Koçi nga A2. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Po e nis me Ervinin me që është një lajm terreni, le ta quajmë. Ervin, ka një arsye të posaçme që kryeministri ka mbledhur sot drejtuesit politik, ka diçka kreu i qeverisë i cili po përgatit, sepse drejtuesit politik janë drejtuesit e qarqeve, janë le të themi fronti i parë i organizimit të zgjedhjeve. Afat gjatë, afat shkurtër, në të dy rastet merr kuptim afat gjatë për shkak se zgjedhjet e ardhshme vendore nuk janë shumë larg. Drejtuesit politik janë ato të cilët do të kujdesen edhe sa i përket mënyrës se si do zhvillohen zgjedhjet e ardhshme vendore, duke qenë se jemi para miratimit të një reforme, siç është reforma administrativo-territoriale, sigurisht që duhet të mbaj, më themi, të alertuar që të jenë gjithmonë gati për të vijuar qoftë fushatën elektorale, po qoftë edhe organizimin terren për shkak se mund të ketë shkrirje ose shtim të njësive vendore në varësi të variantit final që do miratohet harta territoriale. Në afat shkurtër, sigurisht që lidhet me protestën, në ngjarje të cilën vetë zoti Rama nuk e ka shmangur në asnjë dalje publike, në asnjë aktivitet qoftë partijak të 35 vjetorëve, qofshin të degëve të Partisë Socialiste, qoftë asaj qendrore, po gjithashtu edhe në mbledhjen e zgjeruar të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Dhe sigurisht porositë janë qarta që siç e kishte edhe informacioni që sapo lexove, sipas zotit Rama, algoritmi nuk mund të hedhë poshtë punën e qeverisë dhe sipas tij duhet që këto drejtues politik të angazhohen më shumë terren me zyrat e deputetëve në mënyrë që të promovojnë dhe më shumë punët e qeverisë, diçka e cila sigurisht kontekstin aktual duket se krijon përplasje, se kemi një protestë e cila vijon tashmë për ditësh kundër punëve që ka bërë qeveria, pra janë kritik ndaj punëve të saj, në anën tjetër kemi kreun e ekzekutivit i cili është i mendimit që ne kemi bërë punë të mira dhe këto punë duhet t'i promovojmë. Pra duket se ka një përplasje ndërmjet të dyjave. Gendi, ka një parim në mbledhje që zhvillon Edi Rama. Asnjëherë lajmin dhe informacionin nuk e merr në ditën që ndodh mbledhja. Në fakt informacionin dhe lajmin merret shumë ditë më pas dhe kuptohet pse është zhvilluar mbledhja dhe cilat kanë qenë porosit, paktën kështu ka rezultuar gjithnjë. Mendon që kjo mbledhje me drejtuesit politik është thjesht për të thënë të tyre që jeni të shumë të rrjetet sociale, bëni më shumë postime, shpërndani më shumë qëndrimet e mia, apo realisht Edi Rama është në një lloj përgatitje se çfarë do të ndodhë me protestën. Pra, mund të jetë duke përgatitur një dorëheqje, pikpyetje, apo thjesht të jetë aty, do me thënë të mbajë të vetët, të angazhuar në terren në të gjitha skenarët e mundshëm. Jo, protesta ka vendosur në vështirësi, edhe kjo është diçka që dihet edhe pse i ka marrë kryesisht atë që ka qenë aftësia e tij e parë ajo për të imponuar agjendën publike me promovimet, me ngacmimet që ai ka bërë në mënyrë të vazhdueshme në hapësirën publike dhe protesta ka hequr këtë primat, është ajo që dikton tani edhe agjendën e zotit Rama dhe për të kontrolluar sa më shumë që të mundet rrethin e tij politik, sepse ai është duke komunikuar me të vetët kryesisht edhe kur përçmon, linçon protestuesit ose u hedh fajt në algoritmeve, konspiracioneve, është duke u thënë të vetëve, pra deputetëve, strukturave të PS-s që ne po e mbajmë pozicionin ton, kjo është një stui që do të kalojë dhe po forcon gardin e tij. Por nga ana tjetër ka diçka që ju e dini shumë mirë, pak muaj më parë në një mbledhje kryesia ju drejtuat të tive duke thënë që pa mua ju jeni hiç. Kurse 2-3 ditë më parë është mësuar të ketë thënë që më keni lënë vetëm. Pra, zoti Rama ka zbuluar nevojën për të pas një komunikim më të mirë me tij, kur është gjendur vetëm dhe në qendër të sulmeve për shkak të protestës, i ka thirrur dhe ata në betejë dhe ne kemi parë që përpiqen të bëjnë një hon propagandës së tij, megjithatë kjo është treguesi i vështirësive me të cilat ndodhemi, por ai duke patur strukturat e Partisë Socialiste në dorë, tukur, për të disa përjashtime të vogla, siç ishte zonja Koçeku, zonja Spiropali, apo eksponentë të rëndësishëm por jashtë funksioneve partijake si ish ministri Bushati, i kontrollon akoma me dorë të hekur. Dhe kjo është e vetme garanci që ai ka për të mbajtur timonin i pa ndrallur, sepse sigurisht protestat
i kanë hequr një farë masë legjitimitetin ndërkombëtar, kanë goditur brenda vendit për sa i përket narrativës së tij, por për sa kohë mban të bashkuar grupin parlamentar, edhe partinë mundet të fitojë akoma kohë. Nuk mund të flasim ende pra për një dorëheqje, siç duket edhe nga fuqia me cilën ai godet çdo kënd që guxon t'i përmend emrin nga sheshi protestës apo në media duke linçuar atë, por që është në vështirësi është. Mirë, po, Edi Rama është një person i cili nuk funksionon asnjëherë me një skenar. Ai funksionon gjithmonë nëse ka një skenar të parë, ka një skenar të dytë, pra ka gjithmonë dy plane. Kështu që a mund të jenë mbledhjet e erpashershme që ai bën për të përgatitur të vetët? Pyetja vlen edhe për Ervinin. Mendoj që në një farë mënyre praktika politike e Partisë Socialiste ndër vite ka treguar që ata janë një parti e mirë organizuar. Pavarësisht pa kënaqësive, ne dimë që një pjesë e mirë e tyre do të shkojnë, do të mbyllin undën dhe përsëri, flas për strukturat bazë, do të votojnë për partinë e tyre. Zoti Rama nuk do të artikulojë ende publikisht mundësinë e zgjedhjeve të parakohshme, pra të një dorëheqje siç kërkohet nga sheshi, nga protestuesi, sepse do të ishte një shenjë dobësie. Mirë, po ai shtrëngimi i gardit për cilën flasim është një përpjekje për të qenë i hapur për gjitha skenaret. Sepse ai ka në dorë administratën rreth parë, Partinë Socialiste, dhe është në pozita mjaft komode. Madje nëse nga pikpamja e qasjes politike do të shohim si mundet që një forcë që është në pushtet të përballojë këtë lloj sfide që vjen nga protestuesit, zgjedhjet e parakohshme mund të ishin një garanci për t'i kapur qytetarët dhe partitë e tjera kundërshtaret pa përgatitur. Pra të shkonte të merrte një tjetër fitore në terren. Megjithatë, siç dihet, edhe partitë opozitare, por edhe qytetarët bashkë me kërkesën për dorëheqjen e tij kanë dhënë një kërkesë për qeveri teknike, gjë që edhe mund mos realizohet, por skenaret janë në dorë të zotit Rama deri në këtë moment. Ervin? Se do ishte dorë nga pushteti njëri që i ka të gjitha. Zoti Rama kontrollon parlamentin, kontrollon qeverinë, administratorët publike që përmendët ju, pse do të vijnë presion të tillë që do të ishte dorë nga të gjitha këto për të shkuar zgjedhje parakohshme, kur mund t'i bëj shumë mirë. Tha diçka përpara që për disa arsye. Së pari ke një numër të madh qytetarësh që i ke në bulevard, që ti nuk e di asnjëherë se si protesta do të vijojë dhe sa i qëndrueshme do të jetë. Nuk është vetëm qytetarët që janë në bulevard, por ty mund të vinë edhe për arsye të SPAK-ut. Ndoshta SPAK-u mund të sjellë hetime të rëndësishme dhe mund të shkaktojë goditje të rëndësishme të Partisë Socialiste që do ta ringrej protestën edhe më shumë. Mund të ketë qëndrime të ndryshme të Bashkimit Evropian, pra janë shumë element të cilat mund të ndikojnë që kryeministrin Edi Rama ta çojë në një vendimarrje të dorëheqjes. E shoh jo të vështirë, e shoh pamundur që zoti Rama të japi dorëheqjen të imponuar nga zhvillimet e tjera. Zoti Rama vjen në mënyrë që mund të largohet dhe sigurisht nëpërmjet votës e nëpërmjet zgjedhjeve dhe votat e zgjedhjet ai e di shumë mirë që janë shumë larg, nuk janë afër. Dhe si tilla nuk e çon ndërmend. Përmend pak më parë që ka skenarin e parë 2, 3. Qasjen time ai nuk është ecëm një skenar bazë, mundon t'i marrë më të mirën asaj në cilën është gjendur. Pra atë që po thoya pak më parë, gjithmonë ka një plan B. Më shumë se planin B mundohet ta kthej gjithmonë ta shohë gotën gjysmë plotë, gjysmë bosh pavarësisht se si rrjedhin situatat në mënyrë që të jetë, mund të themi, e avantazhuar në qasjen ndaj opinionit publik, në syve të opinionit publik. Por më pak më parë SPAK-un sigurisht që Partia Socialiste ka kaluar shumë fortuna gjatë këtyre viteve me zyrtar shumë të lartë të hetuar, disa të dënuar, disa kanë bërë dhe burg dhe sërish, më themi zoti Rama kemi në detyrë dhe nuk ka dhënë dorëheqjen. Pra nuk është se do diskuqet faqe nga turpi për shkak të një hetimi nga SPAK-u dhe të detyroj moralisht që t'japi dorëheqje. Jo, ndoshta hetimi i SPAK-ut mund të shkojë drejt për drejt në zyrën e tij dhe ky është një ndryshim shumë i madh. Dhe sërish Jemi te hipotezat. Nuk Te besoj hipoteza jemi, sigurisht. se në vijimin e analizës së hipotezës nëse do të arrihet në atë pikë që të detyroj që t'jap dorëheqjen. Gjitha rastet besoj është vota, mekanizmi i votës ai i cili e largon një parti nga pushteti apo një leadership caktuar dhe vota 29-a shumë larg, po 27-a shumë afër. Dhe ndaj përmenda pak më parë që në aspektin afatgjat, nëse mund quhet afatgjat 8 muaj nga sot, zoti Rama kërkon që të jetë gati për të nisur një fushatë elektorale në vrullin e kësaj që po ndodh tani, në të shkuara nga treguar që sa herë që ka ndodhur një vorbull politike, partitë e kanë shfrytzuar për të nisur me njëherë një fushatë për zgjedhjet më të afërme të mundshme. Ka ndodhur një skandal, ja munduar që vëmendjen që ka marrë qoftë negativisht ta ktheni në një motor për të organizuar zgjedhjet e ardhshme
kur do qofshin ato. Ne I kemi në prill, 15 prill, 15 maj janë periudat kohore për zgjedhjet e ardhshme dhe Zoti Rama sigurisht që kërkon që të marrë pushtetin vendor, që pushteti vendor të jetë një garanci për pushtetin qendror në 29. Nuk është një shkencë apo një shpikë e madhe, e dëshmojnë nga 2019 diçka tillë, ndaj vijon të jetë I organizuar. Faktori protestës sigurisht ka prishur terezin, I ka ulur arrogancën, në mënyrë se si majoranca I qasej publikut, I qasej qytetarëve, por nuk është në tillë që protesta ta cënoj pushtetin e tij në atë farë forme që Zoti Rama të rrezikoj 71-shin. Mund të rrezikoj 84. Është një skenar I mundshëm. Se 2 deputet duhet largohen dhe nuk e ka më 84 në shumicën cilësuar. Por nga 85 janë aktualisht, në 70 është një numër shumë I madh deputetësh dhe me gjithë respektin për politikanët shqiptarë, asnjë nga ato nuk ishte dorë nga privilegjet e pushtetit. Po mos harroj që kemi edhe një raport OSBE Dirit, I cili nuk është aq ato që janë parlament janë produkt I gjetjeve që ka raporti. Për mënyrën se si u zhvillua zgjedhjet e 2025 dhe për mënyrën se si u mlodhe edhe votat për të çuar 84 mandate. Shumë dakord. Po ato që janë parlament janë produkt I gjetjeve të raportit OSBE Dirit. Kush është që do ishte dorë nga benefitet që ka marrë, qoftë edhe duke vepruar sipas gjetjeve raportit Odirit, pra duke shfrytzuar administratën publike, duke angazhuar individ caktuar që nuk duhet të angazhohen zgjedhje. Ato ka një kontratë 4 vjeçare të cilën unë shoh shumë vështirë që të heqin dorë qoftë edhe nga presioni publik. I vetmi presion që mund t'i cënojë është vota. Nëse vota do orientohet në 2027 kundër Partisë Socialiste, pasi për kryebashkiak e dim që është një mazhoritar I pastër, fiton qoftë edhe me I votë, aty sigurisht që qytetarët do japin mund të themi edhe verdiktin, edhe mund të themi përgjigjen e saktë se sa të mërzitur janë dhe klasës aktuale politike. Por që kjo të ndodhi në shtator, tetor, nëntor, shoh shumë vështirë që të kemi zgjedhje parlamentare të parakoshme. Jo, nuk po flasim për zgjedhjet parlamentare të parakoshme, po flasim fillimisht për krijimin e një qeverie kujdestare, sa asnjëri nuk pretendon që nëse kryeministri Edi Rama jep dorëheqjen të shkohet automatikisht në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Se bëri në 21-shin kur opozita nuk ishte fare në parlament dhe kishte I presion realisht shumë më të madh ndërkombëtar se që ka aktualisht. Genti mendon kështu apo jemi në të njëjtën situatë si 2021? Unë mendoj që nuk jemi në të njëjtën situatë si 2021. Pas mandatit 2021-shit jemi sipas me komplet në ujërat panjora politike. Pra, do me thënë janë prishur ligjësi të konsoliduar në psikologjinë tonë kolektive dhe të analizës dhe jemi duke eksperimentuar me një pushtet që është realisht I ekspozuar në shumë afera, është një pushtet që një institut ndërkombëtar cilëson një si autokraci elektorale, kështu që ajo që thotë Ervini që maten me votë është e vërtet. Në një vend normal po do duhet maten me votë dhe vota t'jep legjitimitetin. Në një votë të drejtë. Në momentin në cilin ndodhemi, nuk e shoh kaq të vetëm Ramën në vendimarrjen e tij. Sigurisht ai ka gjithë këto kontrolle për cilën flas për grupin parlamentar, për shtetin tukur, por ngjarjet që po ndodhin dhe andrallat në cilën është futur nga pikpamja ndërkombëtare nuk janë aq të lehta, sepse po flasim për një moment në cilin është bërë me apo pa vedije ortak një antari një bande kriminale që pastron para në Shqipëri me dhëndrin e zotit Trump. Jemi në përgatitje të zgjedhjeve të midterms në Shtetet e Bashkuara ku kjo ngjarje do të bombardohet, do të përdoret kundër administratës Trump. Zoti Rama do jetë I ekspozuar, unë ndjek me shumë vëmendje media ndërkombëtare dhe ato e pasqyrojnë ngjarjen ashtu siç është. Pra janë duke I grisur atë imazhin e ndërtuar me shumë kujdes në dekadat të artistit liberal, politikanit ikonoklast, që nuk është si gjithë të tjerët. Nuk ishe në shtëpinë e bardhë me Samir Tahirin, shtrëngoi dorën me zotin Obama. Ka një moment që gjithë pushtetet kur konsolidohen të kthehen në një armë kundër dhe te ekspozimi I shoqëruar me protesta që pavarësisht numrit, unë mendoj që do të jetë një maraton I gjatë, mund të kemi uljet numrit gjatë verës, por ato do të jenë aty në shesh, sepse ata njerëz kanë mësuar që adresa e pakënaqësive që ata duhet të kërkojnë llogari është tek kryeministria
i shoqëruar dhe këtu jam i bindur me aksionet e SPAK është e vërtet që SPAK nga pikpamja elektorale në zgjedhje mund të mos japë rezultatin që priten sepse kemi pas raste në cilat eksponentë të rëndësishëm janë ndëshkuar nga SPAK, por nuk është përkthyer në votë. Megjithatë, në një kontekst tjetër, ku kemi këtë stui perfekte, pra SPAK, njerëz në shesh dhe presion eventual ndërkombëtar, sepse kur flasim për presion ndërkombëtar, flasim edhe për raportet që kanë ardhur nga Komisioni i Jashtëm Parlamentit Evropian që na kërkon që ne të adresojmë çështje që janë thelbësore për integrimin e vendit dhe do të duhet që ata që janë në shesh bashkë me partitë politike që janë në parlament ta fokusojmë vëmendjen këtu, pra tek qeveria kujdestare apo tek të paktën reformimi i sakt i kodit zgjedhor, i kësaj reforme zgjedhore që është bërë si pëllura e Pelenopës që tjerët është bëhet. Aty ka kërkesa shumë specifike, pra që duhet jetë gjithë përfshirëse, që duhet jetë konsensuale dhe adresimi çështjeve që janë kritike, si për shembull çështja e patronazhimit, që janë bërë të njohur ndërkombëtarisht tashmë. Dhe në qoftë se gjithë ky presion të paktën, ndoshta nuk do shërbej për dorëshjen e zotit Rama, po për të përmirësuar organizimin e zgjedhjeve në Shqipëri dhe një ridimensionim të raportit qytetar me partitë politike, do ishte xha një fitore e madhe, sepse është e vërtetë që në zgjedhje përcaktohet në votat, po për shembull të marr rastin e Anglisë, zoti Starmer kishte fituar një mazhorancë një vendi që s'ka lidhje me Shqipërinë fare, nuk kemi atë kulturë demokratike, ne jemi merr shembull nga lindja, nga perëndimi. Jam dakord, po për shembull ai kishte 412 mandate nga 650. Pra një mazhorancë shumë të madhe. E megjithatë, presioni publik ishte i tillë që detyroi dhe deputetët që të ngriheshin. Ne kemi pasur vetëm rastin e zonjës Koçeku këtu, zonjës Piropali, dhe janë të pamjaftueshme, shumë periferike, e megjithatë kjo është politika. Nëse nuk qëndron ky argument, me gjithë respektin. Ata njerëz që sot janë në shesh sepse duan dhe të përmirësojnë këtë lloj raporti. Pra që është e vërtetë që po korrigjohet një qeveri që është konsiderohet arrogante, korruptuar. Por megjithatë ata nuk janë aty vetëm sepse ka ndodhur ai aksident. Ata janë aty sepse ka arritur një pikë vlimi, një ndërgjegjësim që gjërat nuk mund të riciklohen në këtë mënyrë. Dhe këtu unë e shoh si fillim me një maturimi, ndoshta nuk do goditet, do të arrihet rezultati me një goditje. Do të jetë një proces shumë i gjatë. A mendon realisht që ka presion brendshëm brenda Partisë Socialiste që mund detyrojë zotin Rama të japë dorëshën sekretar? Deri tani kështu e nisem, jam dakord me ty. Nëse merr me rastin e Anglisë, zoti Starmer rrezikonte të humte zgjedhjet. Dhe ky rast, duke qenë se nuk ishte një kandidaturë fortë përballë ekstremit djathtë, se mund ta quajmë, të Nigel Farage-it, zgjodhen që ta largonin dhe të nxjerrin një kandidat tjetër. Jo, jam dakord, shumë por numrat Kene nuk funksionon. Partia Kene është lidhur me individin. Dhe zoti Rama është Partia Socialiste, zoti Berisha është Partia Demokratike. Nuk ndahen dot nga individi këtu dhe ke pamundur që dikush të ushtëroj presion për brendshëm që ta detyrojë zotin Rama që të hiqet largohet. Nuk po ndodh në Partinë Demokratike, s'ka si lloj pushteti. Po shkojnë sërish po ke njëjti leadership. Kjo analizë e shoh në makro e shoh si ty. Por me qënë se jemi duke eksperimentuar momente që janë disi të reja në këto 35 vite, pra limitet e shoqërisë shqiptare, ecim gjithnjë më tutje. Dhe diçka më parë që SPAK-u nuk ka që të reflektojnë në këtë mënyrë. Unë e di që dhe ti e di dhe Enkeleda di që ky është realiteti ynë. Ftesa që është në këtë moment si analizë, jo si raportim, është që a mund bëhet më mirë. Ky është realiteti ynë Ngenti dhe diçka. Nuk duhet të bijem në kurthin që kemi rënë. Duhet të jetë. Duhet thoya diçka. Nuk bijem në kurthin që shpeshherë sa herë ka procese zgjedhore ka një psikoz të ndërtuar dhe të ngritur që këto zgjedhje i fiton vetëm Partia Socialiste dhe askush tjetër. Ky është një psikozën kështu kot. Rivali Partia Socialiste, Partia Demokratike. Nuk është kaq e thjeshtë. Jo, nuk është kështu. Kjo është ide. Jo, nuk është kështu. Ky nuk është psikoze ngritur. Ky është një psikoze ngritur dhe shtyr nga shumë nga Partia Socialiste. Jo vetëm aq. Dhe jo vetëm kaq. Kanë artikuluar publikisht persona leadershipi i Partisë Demokratike. Që Edi Rama i vjet zgjedhjet nuk fitohet me Edi Ramën. Momentin kur Svidanti thotë nuk i fitoi. Do me thënë, Partia Demokratike më e reformuar, më e qytetare, se që ka qenë në 2021, nuk ka qenë 15 vitet e fundit. Shumë dakord. Dhe i shkojmë afër fitore se çdo... Po, e megjithatë, edhe kurthe ndërkombëtare, patronazhimi,
Tani ne jemi në valën e një dosje shumë të rëndësishme të SPAK-ut për pastrimin e parave përmes krimit të organizuar. Dhe për të gjithave, ajo përkon me një periudhë historike që para që kanë hyrë në ekonomi për të bërkulla janë përdorur sigurisht dhe për të bler influencë politike. Tani, është e vërtet do me të quravitesh ekraneve për pamundësim për të sfiduar Ramën është autolezioniste në një farë. E megjithatë, këtu flasin dhe raportet ndërkombëtare për këtë çështje. Edhe në qoftë se ne e thjeshtëzojmë duke thënë që okej, ti je i pamundur për fituar zgjedhjet dhe dorëzohu, do ishte diçka që nuk i shërbente interesit publik sipas me. Ne paktën duhet që presioni që vjen tani nga qytetarët të mund ta kanalizojmë në përmirësimin të paktën e institucioneve ekzistuese, pavarësisht se vullneti i tyre është për një përmbysje shumë më madhe. Por nëse nuk mund të kenë këtë përmbysje shumë më madhe, paktën ta kanalizojnë në reformimin e partive politike, të hapen, të modernizohen e kështu me radhë. Kjo do të ishte një fitore e vogël, por e rëndësishme. Për të dyja forcat. A ka lëvizje brenda partive politike ndjes? A ka lëvizje brenda PS-s, të cilat do të përpiqen jo të vënë në diskutim ndoshta leadershipin e Edi Ramos, por të kërkojnë reflektim dhe një ndryshim? Ka lëvizje brenda PS-s? Është Elisa Speropali, Mariana Koçeku? Është shumë shumë vështirë që të dyja zonat që përmende të cënojnë qofsa do pak ose të iniciojnë një lëvizje brenda Partisë Socialiste që të kthehet më pas në një energji e caktuar që të detyroj leadershipin aktual të paktën të bëjë zgjedhje. Shoh pamundur. Partia Socialiste është kthyer, ashtu funksionon tashmë, është një strukturë e centralizuar ke kryetari i partisë, që gjithë, më themi, strukturat e poshtme punojnë, më themi, nën diktatin e kryetarit. Mund ta quajmë diktat, mbasi jo në kontekstin negativ, po në urdhët e atij funksionojnë gjithë të tjerët poshtë. Nëse ai thotë dua 12 mandate në Fier, ato do i marrin 12 mandate se e ka kërkuar zoti Rama, cilat do qofshin mënyrët. Nëse kërkon të marrë X mandate në Tiranë, do t'i arrijë ato cilat do qofshin mënyrën. Nëse do fitoren e Bashkisë Tiranës, do arrijë duke bërë dhe kompromise të caktuara, po do arrijë se e kërkon kryetari. Dhe ndaj shoh shumë vështirë që të dyja zonat të jenë të atilla që të iniciojnë mund të themi ndryshime. Por më pak më parë që do ishte shumë mirë që partitë reformoheshin nga protestat. Për ta vijuar disi. Unë besoj se kryetarët e partive do dalin ke kundërta. Do shohin se si ky presion qytetar të marrin masat e caktuara që ky presion qytetar të mos cënojnë pushtetin e tyre. Pra, do hermetizohen dhe më shumë, jo që do hapen më shumë, do bëjë të kundërta. Mbetet për tu parë kjo. Mbetet koha do ta vërtetojë nëse do të ndodhë shumë. Unë kam pritshmëri të tjera. Sigurisht që njëri ka pritshmëri të veta, por shoh shumë vështirë që klasa politike, ndërgjegjja e politikanëve shqiptar do ishte shumë mirë të ndodhte siç thua ti, po do të jemi dhe realistë se si është situata. E shoh shumë vështirë që klasa politike shqiptare në një moment të caktuar të reformohet, të hapi mendje, thotë ok, unë do punoj për të mirën e vendit tim. Janë po të njëjtët njerëz për shumë vite se cilët nuk kanë punuar për të mirën e vendit. Në të dyja anët. Elisa Speropali, Mariana Koçeku, mund të shkaktojnë një lëvizje brenda në Partinë Socialiste? Lëvizje jo, janë zëra që bërtasin një shkretir. Nuk po them lëvizje që të bashkohen me njëra tjetrën. Mund të lëvizin pak ujërat në PS. Diçka pozitive mund të lind pavarësisht se ka një debat të madh edhe në përgjithësi për dy zonjat, sepse një pjesë i akuzon pse nuk folën më parë, ndërkohë që ishin pjesë e kësaj strukture të përbindshme pushtetit e Edi Ramës, e megjithatë rëndësi ka që pavarësisht arsyeve, momenti është i dur për të treguar që mund të projektohet si një vizion alternativ brenda PS-s, po edhe si një rrymë që të nxjisë reflektimin, sepse kjo mbyllja në vetvete është e tmerrshme, edhe sigurisht ka njerëz aty që mund të duan të ndjekin njëjtin hap, por kanë frikë sepse presioni i brendshëm është akoma më i madh se presioni i qytetarëve që bëjnë thirrje për reformim. Edhe fatkeqësisht nuk është se po flasim për një parti që ka yje tashmë nga pikpamja e shkëlqimit politik. Flasim për një parti që në pjesën më të madhe të grupit parlamentar është rinovuar dhe është e përbërë nga njerëz që nuk kanë një background të fortë dhe mandati me pak fjalë i është duruar, ose kanë fituar me mënyra alla shqiptare. Do me thënë, kanë më shumë vota se që kanë njerëz të njohur në jetën e tyre, sepse ashtu ka qenë
mbi vendosja interesave lokale të krimit e kështu me radhë. Ja, njerëz të zgjedhur drejt për drejt nga drejtuesit politik për arsye të caktuara. Fakti që ka një debat pavarësisht shumë periferik e i zhvilluar më shumë jashtë, tregon që diçka po lëviz. Edhe siç e nisa, kur zoti Rama ka ndryshuar dhe qasjen e tij, pra nga pa mua jeni asgjë, në më keni lëmë vetën, do të thotë që edhe ai po kupton që nuk e ka 100% partinë, të paktën grupin e Partisë Socialiste për këtë betejë. Jo se ata do nesër pas nesër mund të bëjnë mocion mosbesimi, sepse kjo është fantazi. Megjithatë, fakti që ata një pjesë e tyre nuk i vë fytyrën betejës së tij për mbjetesën e tij politike, meqense kërkojnë dorëheqjen, do të thotë që edhe ata nuk ndjen të sigurt. Edhe nëse protesta zgjat, pavarësisht dyshimeve që mund të kemi, dhe ka një rreshtim të faktorëve të tjerë, pak drejtësi ndërkombëtar, mundet që të marrin guxim dhe tjerë. Dhe fakti që këto dy lule kanë çelur mund të jetë inkurajues, por do shta presin momentin dhe çastin e dur. Protesta vijon? Protesta vijon, është njoftuar dhe sot që ka protestë, njoftuar që do të vijojnë në ditët në vijim, por besoj që protesta ka ardhur momenti që do të pësoj të evolvimin tashmë. Që do thotë? Të strukturohet në diçka më konkrete, të bëhet një zë, më themi, edhe më i fortë, në mënyrë që ai zë të jetë një formë presioni ndaj mënyrës se si qeveriset. Një zë më i fortë do të thotë që të ketë disa persona që të jenë ballina e protestës dhe ata të jenë ura e komunikimit? Çdo lëvizje ka nevojë për një lider, një person që ka një mendim politik, një person i cili ka një artikullim politik. Unë e kuptoj se në shoqërinë shqiptare. Ajo s'është ende një lëvizje politike, mbetet një lëvizje qytetare në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Qytetare, ka nevojë për një person i cili të komunikojë. Një person i cili me mendimet e ati, me artikulimet e tij politike, përfaqëson, mund të themi, pjesën më të madhe të mendimeve të personave që dalin në protestë. Pra sheshi duhet ta mandatoj këtë individ. E kuptoj shumë, mund të themi, frustrimin e shoqërisë shqiptare që kur flitet për politikë perceptohet menjëherë korrupsion, pazar, me Ramën, me Berishën, me tjetrin, se kështu ka funksionuar. Por politika nuk është diçka e keq, është diçka e mirë në gjenezë, është diçka e cila lëviz shoqërinë. Jo Shqipëri. Njeriu në vetvete është qenie politike. Në vetvete, po perceptimi më i madh i shoqërisë tonë, fatkeqësisht për shkak të mënyrës se si klasa politike është që merr diçka, më themi, konotacion negativ. Do duhet që të lind dikush, më themi, i mandatuar qoftë edhe nga protestat, siç e përmendët e ju, sado që në shoh vështirë që të ngrihet vota, jeni dakord që filani, po gjithsesi do të gjetet një formë e tillë që dikush me artikulimin që do mbajë në protestë përfaqësoj mendimin e gjithë tjerëve në mënyrë që më pas të filloj të strukturohet në diçka më konkrete. Përndodhet pak më parë zgjedhjet parakoshme etj. Imagjinoni sikur zoti Rama në shtator të ndodhi hataja të shkojmë zgjedhje parakoshme. Kush do garojnë zgjedhje? Kto që janë shesh nuk përfaqësojnë nuk krijojnë dot as parti politike, nuk kanë kohë për ta krijuar parti. Sepse ka disa fate që ligji përcakton se si ngrihet një parti. Ata mund të futen me një nga 200 partitë që janë të regjistruara në KQZ, mund të zgjedhin njëri që i kanë mbështetur në protestë dhe mund të futen në zgjedhje. Ka shumë rrugë për të futur në zgjedhje, nuk është vetëm thjesht mbledhje shkirma. Nuk besoj se pjesa më e madhe e qytetarëve që kanë dalë aty, kanë dalë si mbështetës të një prej fraksioneve politike të cilat një prej partive opozitare të cilat kanë dalë në shesh. Janë 200 ose nuk e di sa parti të cilat janë të regjistruara në gjykatë dhe janë ende ekzistente. U provua diçka e tillë që dikush huazoi një logo partie në zgjedhje të shkuara. Nuk është problemi për të gjetur rrugët. Rrugët janë, gjendet ka shumë. Njerëzit duan diçka tre, nuk duan diçka ekzistuese. Gjendi me ballin, pa ballin, me leadership, pa leadership, protesta. Unë mendoj që nuk ka ardhur akoma koha e leadershipit, duhet sipas meje të veprojnë në mënyrë horizontale edhe për një periudhë shumë të gjatë kohore, derisa të kenë një siguri që qytetarët mbështesin në mënyrë të vazhdueshme protestën. Pastaj Po rezulton e kundërta këtë ditë, pa mbështesën më pak. Unë mendoj që ka disa arsye, edhe gabime të bëra aty për shkak të mënyrës se si është menaxhuar, megjithatë nga përvoja ne dim, sepse ne e frekuentojmë atë shesh. E shtuna gjithmonë ka qenë protesta madhështore, ajo që ka treguar që realisht numrat janë. Shumica dërmuese e qytetarëve që shkojnë aty, shkojnë për arsyet e tyre, për të shprehur pakënaqësitë e tyre, drejtuar një subjekti, gjitha subjekteve, gjithë pakënaqësitë që janë akumuluar në këto 13 vite ose në këto 35 vite. Kështu që protesta nuk mund të kanalizohet te një grup që nuk ka sipas meje ende shpatullat për ta mbajtur atë, sepse ajo
do të rrezikonte vërtet shuarjen e saj. Ndërsa në qoftë se mbetet si një reagim shoqëror i horizontal, sigurisht me policentrike në organizimin e saj, me njerëz që nuk imponohen, sepse si imponohen do të sheshit. Unë jam i bindur që nuk ka ende sot një lider që të mund të kapitalizoj atë, sepse nuk ekziston në Shqipëri një lider i tillë, sepse aty pa kënaqësit janë transversale, ngjyrat janë gjithëpërfshirëse, spektri politik dhe ndjesitë politike janë nga më të ndryshmet dhe ky person, ky lider nuk ekziston sepse do të ishte një parti totalitare. Pra do ishte një parti që grumbullonte pa kënaqësitë e gjithë njerëzve, kishte një qasje politike që do ishte populiste në fjalë në aspektin më të mirë, për që grumbullon një gjithë të ylber ngjyrash, por duke e njohur shoqërinë shqiptare nuk di që të ketë një lider të tillë dhe në momentin që po flasim kërkesën për një lider më shumë e kanë socialistët, të cilët edhe me këtë sulmin ndaj zotit Goxha janë duke krijuar një lider përmes sulmit të tyre. Të gjitha qëndrimet që kanë mbajtur Partia Socialiste do ta çe protestën aty ku do ajo ta kanalizojë. E duan një lider jo sepse duan ta blejnë ose duan ta kërcënojnë. Duan një lider sepse duke futur në një ink gjithë energji, ka më shumë gjasat që ajo të shkojë dëm, sepse asnjë nga ne nuk shkon aty sepse e ka thirrë dikush, por e ka thirrë ndërgjegje e tij qytetare. Dhe pjesa dërmuese atyre nuk që shkojnë shesh nuk janë as për karige, as për përfitime personale, janë aty për të dhënë një mesazh politik. Kështu që do ishte një investim i gabuar edhe një keqkuptim nga ana atyre që e pretendojnë se janë organizatorët, që ata njerëz shkojnë aty për të ndjekur organizatorët e kësaj proteste. Ata njerëz shkojnë aty për pakënaqësitë e tyre dhe do ishte një shpërdorim sipas meje. Ky është edhe rreziku më i madh. Presim të shohim cilat do të jetë ardhmja e protestës, do të ketë leadership, do të ketë ballim, nuk do të ketë leadership apo nuk do të ketë ballim, por ndoshta pikpyetja më e madhe është korriku po vjen, temperaturat rriten, pushimet janë afër, a do të rezistojnë qytetarët, pra do t'i qëndrojnë deklaratave të tyre të para që jemi pa ndërprerje ndoshta deri në 2 vite, thonte diku një nga organizatorët deri në arritjen e qëllimit. Shumë shkurt. Vini? Nëse shko deri në 2 vite ka ardhur periudhën zgjedhore më të afërt. Jo, dua të them, mesazhi që ata shpërndajnë tregojnë që janë të qëndrueshëm. Realisht dëshiroj shumë që njerëzit ta kenë njëtin vullnet për ta vijuar protestën. Por në bazë ky është perceptim personal. Unë jam ides që do duhet që njerëzit ta strukturojnë këtë ide, këtë pakënaqësi. Se është diçka, okay, hajde të dalim siç kemi dalë gjithë. Nuk është se kemi dalë, gjithë kemi shkuar. Gjithë dhe zoti Rama me shumë mundësi ka një arsye për dalë për protestuar, jo më ne që kam dyshime për këtë. Shumë populiste kjo fjalia. Ne kemi shumë më shumë. Mund të kemi me mirë arsye për dalë për protestuar. Çështja është që duhet, më themi, kapitalizuar energjia e qytetarëve të cilët kërkojnë një reagim. Nëse do vazhdojmë thjesht në qendresën të më themi të shfokusuar të qytetarëve ditë për ditë në bulevard, kam frikën që as nuk do ta bëjmë më të përgjegjshme mënyrën se si qeveriset vendi. Dhe vetvetiu do duhet që kjo energji të kapitalizohet diku, pa e paragjykuar fare, në mënyrë që ta bëjë qeverisjen e vendit më të mirë, më të përgjegjshme, jo më themi njëjtët tone arrogante siç ka vijuar prestatori deri tani. Genti do qëndrojnë qytetarët në shesh? Opsionet janë, sepse kjo është pika kryesore. Opsionet janë 2, ose pas protestës së datës 4 që presupozohet të jetë më e madhe për shkak të mbritjes dhe të njerëzve që vinë nga diaspora, të konsiderohet e mbyllur ky sezon i protestës për të rikthyer në shtator. Opcioni tjetër është vazhdimsi, pavarësisht numrave, për treguar persistencë. Ky është dhe debati aty me sa kuptoj unë nga jashtë dhe se cila pjesë do të fitojë do ta shohim në vijim. Megjithatë, leksioni i kësaj proteste sipas meje është shumë i thjeshtë. Pavarësisht objektivave i arrin apo jo përmes 5 pikave. Ne kemi mësuar që tani qytetarët ngrihen vetë, kanë vrarë frikën dhe ndoshta kanë frikë se shumica e njerëzve s'kan dalë fare për ato 5 pika që u lexuan aty. Si një strumullar që mund të jetë një jehon artikulimi, por e kam te kjo
qytetarët që zbresin në shesh të pathirë nga partitë politike mund të jenë një mjet korrigjimi i partive politike. Pra, ne duhet të mos mësojmë ndoshta më me këto skenat që partitë thrasin më protesta dhe qytetarët që kanë mësuar tash modernën e kryeministrisë për shprehur pak kënaqësitë e tyre, do të shkojnë aty për të ushtruar protestë dhe ato drejtën e tyre dhe kjo mund të jetë forca më emancipuese që kemi prodhuar nga kjo gjë. Ervin Koçi, Gentian Gaba, faleminderit. Shohim se si do të eci protesta. Shkëputemi për pak dhe kthehemi.